nga puna, për shembull i ka ndodhur që vllai ka marrë gruan. Prej none ndodh. Prej none. E vllai i imanit nuk ta merr. Pra ne thamë që shpesh herë del më i afërt ai që ka iman, ke Zoti xhelal, ka frikë Zotit. Pra gjithmonë ta bëjnë një të keqe ka i vlla, ka i person, ndërsa ky që beson Zotin xhelal jo. E çfarë kushti na voni Zoti xhelal? Tha, ata të cilët dëshirojnë të shkojnë drejt xhenetit, e kanë frikë Zotin, ata e ruajnë atë vllajin, nderin atij, pasurinë atij, dhe sellen me njerëzit ashtu sikur dëshirojnë që njerëzit sellen me ata. Kusht. Por edhe rasti tjetër, hoq, do të thoni gjithë, hoq, krejt sillen keq me ne çfarë të bëjmë? Ju të sillen e mirë. Allahu xhelaluhu e lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në disa ajete të Kuranit. Dhe në një ajet e lavdron dhe posaçërisht thot për te. Ne ty thot të kemi pajis me moralet larta. Moralet larta. Të shte moralet e larta nuk merren me këto gjanat e vogla. Vallai s'm ka thonë sot, nuk më ka thonë selam, ose s'm ka përshëndet, si u kthejnë apo si e kalove. Edhe unë ja kthej me të njëjtën. Ose për shembull dhe ka hek një shenjë atë ke gardi, ke avlleja, e ka prish pak, edhe unë avllejnë ati. Ja. Ose ai ka dëshiruar gjë tjetër vepër të keqe, me të vjedh diçka, edhe unë ati. Ja. Ai merr ndërshkimin, demaskohet për atë keqe, nërse ne nuk do të shkojmë kurrë në atë lloj vepre, sepse ne kemi qëllime të larta. Edhe më i lartë i qëllimi jonë është me shku drejt xhenetit. Me shku drejt Zotit xhelal. Pra ne ja na shkalojmë të gjanat e vogla. Edhe kur të vepra kështu çfarë ke bën, ke ndjek pejgamberin e Zotit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ke ndjek të, ai është drejt xhenetit. Bashkë me ata që ndjekin. Pra ne sa të mundi me i rujt kësaj smunje të rrezikshme. Pra mos me mashtruate, mos me urrejtate, mos me pas zilijate, mos me synu si t'ja marr pasurinë apo tjetrën. Kohët e fundit kam pa që me të vërtet njerëzit i ka çu shejtani që të hapin gjyqje për 1 centimetër. Edhe po e shifshe kur shkuan ato njerëzit për të nda këtë çështje, fare fisi afër. Edhe i pyet ajo gazetari, "Por sa bëhet fjalë tha?" Ja tha. Njëri e lundë këtu nuk e çon të mos 2 centimetra. 2 centimetra. Pa di çfarë ndodh. Unë po them, vallahi ata kanë humbë të dy. Nuk ka më. E kanë humbë të dy atë gjyq. Ato nuk jetohet më, ajo do ngelet shkret. Pra nëse ka ardhur punë për 1 centimetër, 2 centimetra, po jeta është e gjatë, kush do ja fik zjarmin atij? Kush do e çojë urgjent ke spitali atë? Kush do e shohë atë kur ngeli rata atë që është smund, për t'i çojë i shishe ujë, i ilaç. Kush do e çojë? Ai komshiu do e çojë. Ai do jetë i parë aty, ai shoku, ai vllai. S'ka tjetër kush. E nëse ka ardhur puna ke 2 centimetri, ata të shë me bajoneta njëri me tjetrin. Nuk në takojnë ne këto. Ne i ngjojmë për ditë, po se cili dohet nxjerrë mësim. Tregojnë rastin diku në një shtet evropian, 2 veta, vëllezër nga gjaku, kanë rënë konflikt për një lopë. Mase janë hangër gjatë njëri me tjetrin për të ndalë. Kujt i ka lopa? Mu apo të? Edhe kanë shku, kanë hap një padi atje. Kanë marrë një avokat. Shkoi pari ke avokati, i thotë kështu e kam problemin me vllajën, thotë. S'po gjejmë karar, thotë, me i lopë. Se kanë raste tjera me shtëpia, me troje, me miliona. Po vetëm të majsh për asysh i gjonë, që po mrejtë me ta zgjidh boto, të 2 palet kanë marru.
S'të punë ma, as toka, as shtëpia, as lopa, as pasuria, as isen. Po ngele me të da bota. Nëse s'keni ratë dakord, s'keni qenë gjendje vetë, ka më ro. Shko dhe vllai tjetër, i thot, kështu e kam problemin, thot, me mazgjith, thot. Hajde, thot, se që ka e jotja. Edhe të parit, edhe të dytit. Bashkëshortja, e këti avokatit, por burë, thot, të një gjova, thot, që ati të parit i the është e jotja. Edhe këti të dytit i the që është e jotja, thot. Si është e monme. Oj, gruj, thot, oj, repa me rak, thot, se loba është e jonë, të shi, thot. Ata s'marin më dhe të shkurën, as kam dhe asaj, thot, sepse do e ham në përmjet gjyqjeve, në përmjet seansave, pra ngelet është ti, me të da dy njoja, ke ma robun, pra ne, do kom shtet të këfjale e Zotit, do ko kujdes fort, do ko u ban tolerant, do ko u tërheq pak, do ko i dhanë ma shumë ati, do ko mos mu umët për atë centimetrën ati, do ko mos e pas zilijet e, mos me orejt atë, me të vërtet ke shku ke moralet e lardha. Me të vërtet, je nga ata që Allahu Gjellë Gjellë thot, je u ka pregatit xhenetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hadithi i famsh, që të gjithë njerëzit e din fakt për nuk e zbatojnë. Doj për tjerë, ata që dëshiron për vete. Një rast ishim në një namaz të Bajramit, aty tek fusha. Edhe një dy persona duke rreshti parë, kishin probleme se s'pa kush të rejë aty, domethënë se s'pa i zënë të veni, nuk e di. Banorë të xhenetit, që duhet me shku në xhenet, problem të rejë këtu mos të rejë i dyti, e kom zonë i pare, apo ky është i zonë. O, vëllezër, banorë të xhenetit nuk kanë kësaj pretendimesh. Nuk ka problem atje në fund. A ka mundësi t'ja u lirësh gjithve? A ka mundësi të bëhesh i shembull ma i miri ndër njerëzit? A ke testu veten? Testoje, shif, çfarë thon, si e sjell, çka ke bën, sa vota merr. Provoje, në fshehtësi atje. Ke shok, ke mik, ke vëllezër, kudo që ti je, ke punë atje, shif, sa vota merr. Sa të dalin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë numër e ka ullë shumë. Ka thonë, nëse atë ditë të dalin 3 veta të dëshmojnë për mirë për ty, jem xhenet. Inshallah dëshmojnë dhe për ne. Për 2 nuk e di, po inshallah edhe 2 Allahu na fal, na mëshiro dhe na i pastro zemrat, na bot dashur për njëri tjetrin. Allahu ja Rabbi na majt me tin. Amin.